Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirdhuruesit. Paqja, mëshira, mirësitë, begatitë e të Madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar shikues, takohemi sërish këtu në TV Ikre në emisionet e ciklit të Ramazanit, ku sot mysafir kemi profesorin e nderuar, profesor doktor Naser Ramadanin, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup, me të cilin do të diskutojmë mbi temën ndikimi i agjerimit në edukimin e besimtarit. I nderuar profesor, mirë se erdhët, të shkënaqësi ju kemi në emisionin tonë. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. I nderuar, fillimisht ka mundësi të na shpjegoni çfarë lidhshmëri kanë ibadetet me edukimin e njerëzit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahu ne falenderojmë, salat dhe salame ndaj pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam dërgojmë. Ne duhet të dimë se Islami si fe është një sistem i kompletuar, i cili ka për qëllim që njeriun të përgatis në formën më të mirë, që ai të kryen misionin e tij për cilin edhe është krijuar në këtë botë. Andaj, kur themi ne Islami, kjo nënkupton 3 shtillat kryesore. Aspektin e besimit, që ndërlidhet me 6 kushtet e imanit, aspektin e adhurimeve, që ndërlidhet me 5 kushtet e Islamit, dhe aspektin e sjelljes së njeriut, që përfshin pjesën më të madhe të jetës së tij. Kështu që Islami sikur që ka flet për besimin, flet edhe për adhurimet, flet edhe për sjelljen e njeriut. Bile thon ndryshe, pjesa dërmuese e ajeteve kuranore edhe haditheve të pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam kanë të bëjnë me sjelljen e njeriut dhe reflektimin e tij në përditshmëri. Kështu që Allahu xhaleshanu çdo gjë që ka obliguar me qëllime të caktuara. Ne prej obligimeve në raport me Zotin kemi namazin, Ramazanin, zakatin edhe haxhin. Këto janë obligime mes robit, njeriut, besimtarit dhe krijuesit të tij Allahu xhaleshanu. Nëse ndalemi tash dhe zgjerohemi pak në aspektin e lidhshmërisë mes këtyre ibadeteve dhe edukimit të njeriut, do shohim se secili prej këtyre ibadeteve ka efektin e vet pozitiv në edukimin e njeriut. Namazi për shembull është detyrim ditor, i cili duhet të krihet 5 herë në ditë, me kushtet dhe obligimet apo ruknet të cilat ne i dimë. Po çka është efekti i namazit? Dhe çfarë ndikimi duhet të ketë në edukimin e njeriut? Ne e dimë se kur falet namazi 5 herë në ditë, kjo është një premtim dhe beslidhje mes robit dhe krijuesit. Dhe faktikisht qëllimi i namazit është krahas nënshtrueshmërisë së plotë që e bën besimtari ndaj krijuesit të vet, Allahut, ose bamirësit të tij që ja ka dhuruar shumë të mirë në jetën e tij, krahas kësaj është që nëpërmjet namazit ky person të heq dorë nga veprat e këqija. Të heq dorë nga veprat e irrituara. Allahu thot inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe veprat e irrituara. Mirë, por nëse njeriu edhe fal namaz, edhe nuk hek dorë nga veprat e këqija, për këtë Muhamedi alayhi sallam ka dhënë përgjigje duke thënë: "Wa man lam yanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar fala salata lahu." Atë person të cili namazi nuk e ndal nga veprat e këqija, ai nuk ka namaz. Do të thotë në këtë rast, namazi i tij është shumë formal, namaz jo efektiv, namaz i cili krijet vetëm sa për ta pa dikush, nuk krijet për nënshtrim të plotë që të jetë në lidhje kontakt të vazhdueshëm me krijuesin e tij, por bëhet formalitet dhe ky namaz formalitet nuk e jep efektin e vet pozitiv në jetën e njeriut. Ajo që kërkohet islamikisht, që besimtari kur ta krij namazin, ta krij me përkushteshmëri të plotë, walladhina hum fi salatihim khashi'un. Allahu ka thonë edhe ata të cilët kur e falin namazin e falin me përkushtim të plotë, pra përkushtim para krijuesit. Ky namaz do të jap një efekt pozitiv në jetën e besimtarit. Tash llogarit 5 herë në ditë, nuk po fjalë për një herë në javë, 5 herë në ditë. 5 herë në ditë ti premtim para Zotit, kërkim tek ai, nënshtrim para tij,
krejt kjo do të dikon fuqish në sjelljen, në shpirtin, në edukatën dhe në formimin e tij tamam siç duhet të jetë një besimtar. Nëse namazin që ashtojmë edhe zakatin, ku e dimë që pasuria për shembull është një stoli për stolive të dunjallëkit, dhe njeriu gjithmonë ka dëshirë që të ketë sa më shumë pasuri. Mirë pa Allahu dëshiron që neve mos na lënë që të bëjmë koprrac në jetën tonë, dhe mos dashurohemi në pasuri, por gjithmonë neve na insiston që nga pasuria jonë të ndajmë një pjesë për nevojtarët dhe për gjërat të cilat ngjehet nevoja në shoqëri, thot obligohesh me dhënien e zakatit. Llogarismi tash shembull për marrim, nëse një besimtar i ka 100.000 euro, ai duhet të jep 2.500 euro. Ky sasi nuk është e drejtë e këtij pronarit, por është e drejtë e të varfërve, e drejtë e atyre 8 grupeve të cilët Allahu ka lejuar atje që lejohet të marrin zakatin. Kur besimtari e jep zakatin, faktikisht e nxjerr kooperacion nga shpirti i tij. E pastron vallën e vet dhe e pastron edhe brendin e tij, sepse dashuria ndaj pasurisë është një smundje tepër e rëndë. Nëse ajo depërton në zemrën e njeriu, do ta rrobnon njeriu. Zoti nuk po lejon dhe nuk lejon që besimtari i drejtë të jetë rob i pasurisë, por duhet të jetë rob i Zotit. Është një hadith kutsi, edhe pse s'kemi hapësirë shumë të zgjerohemi këtu, po Allahu i drejtohet tokës. Tokës i drejtohet me një fjalë pasurisë. I thot: "Ja erdu, oj tokë, men abadani fakhdumi." Thot kush më adhuron mua drejt, thot ti shërbeje ata. Toka do të jetë shërbim të këtij personi që adhuron Zotin drejt. Wa men abadaki, ndërsa kush adhuron ti, fasta'budihi, robroje ti ata. Shërbëtori i tokës dhe personi i cili e adhuron tokën, një fjalë pasurinë, ai do të bëhet rob i asaj pasurisë dhe në fund nuk do të arrijë përpas asaj që Allahu ja ka caktuar atij. Kështu që zakati, sadaka janë shumë elemente dhe faktorë të fuqishëm që njeriu e lirojnë dhe largojnë nga një robërim i tillë dhe e drejtojnë të jetë rob i pastër te Allahu xhaleshanu. Nëse kësaj i bashkangjizmi edhe në Ramazani, për cilën do të folim pak më zgjersisht sot, edhe haxhullakin, krejt këto janë obligime të ndryshme dhe shumë të fuqishme, të cilat kanë për qëllim që njeriu ta bëjnë të formuar, të lidhur me Zotin, dhe njeri i cili është plot kënaqëri, plot mburje, shpirtërisht i ngritur, intelektualisht i ngritur, fizikisht i fuqishëm, thjesht i formuar, ta bëjmë sikur që Allahu ka potencuar në Kur'anin famullar el insanu salih, njeri i vishëm, njeri i drejtë, njeri i cili i lidhur me Zotin, vepron në jetën e kësaj botës sa ka nevojë, aqë ku duhet të ofron ndihmën e tij, potencialin e tij që e ka intelektual, fizik, psikik dhe në gjitha format e ofron shërbim të njerëzve, thjesht për të arritur kënaqësinë e Allahut xhaleshanu. Andaj çka duhet ta them se të gjitha ibadetet në Islam janë shumë ngushtë të lidhura me edukimin e njeriu. Dhe se Zoti nuk ka pas për qëllim nëpërmjet namazit, Ramazanit, zakatit, haxhit të dënon njeriu, jo ta liron njeriu. Dhe ata ta bën jo rob të dunjas, por rob të krijuesit të dunjas. Nderuar profesor, me që jemi konkretisht te agjerimi, edhe jemi në muajin e agjerimit, çfarë konkretisht luan rol agjerimi në edukimin e besimtarit? Realisht të themi, përmendëm të tjera tani. Absolutisht. Realisht të themi, nëse ndalmi pak të Ramazanit të agjerimi, Ramazani është një akademi në vete, është një shkollë në vete, është një universitet në vete. Nëse merren gjithë dimensionet e agjerimit dhe Ramazanit, siç e kërkon Islami, lirisht mund të them se njeriu do ta formon tamam sikur çka duhet. Nuk është qëllimi i agjerimit vetëm stagnimi ose abstenimi nga haja dhe pija për një kohë të caktuar, nga sifiri dhe iftar. Kjo nuk është qëllimi. Qëllimi është krejt diçka tjetër. Nëse ndalmi te ajeti kuranor, ku Allahu obligon agjerimin në fund thot la'allakum tattaqun, me shpresë që ju të bëni të devotshëm. E çka është devotshmëria? Devotshmëria është ngritja mbi nivelin e interesave të kësaj bote dhe thjesht një përkushtim i plot ndaj krijuesit. Kur njeriu i përkushtohet krijuesit, ai më anë të këtij përkushtimi nuk i jep vlerë shumë jetës së kësaj bote, por në këtë rast Allahu do të hap këtij personit edhe dyert e interesat e kësaj botës. Kjo ishte ajo që arritën sahabët, shokët e pejgamberit sallam. Ata bën çmos për Zot, dhe Zoti atyre u aqili dyert e dunjës të ahiretit. Dhe kështu që njeriu kur të vrapon vetëm mas interesit të kësaj botës, do të jetë shumë i mbyllur. Dhe faktikisht nuk do të mund ai që të ketë sukses në jetën e tij kësaj bote dhe nuk mund të arrijë të krijon një civilizim të madh që të ofron si alternativë njerëzisë. Por njeriu kur lidhet me Zotin dhe hek dorë nga interesi i kësaj bote, Allahu atëherë do t'i aqil atij mundësitë që ai
faktikisht të ngritet edhe shpirtnisht, po t'i ketë edhe timonin e dunjas në duart e tina. Agjërimi tash, çka është ndikimi i tina? Unë po rri pa hangër pa pi orë të tëra, 5 motor, 6 motor, verës në njerë mëri 8 motor, ndoshta edhe ma shumë të 8 motor. Çka është qëllimi i krejt kësajna? Ndoshta është vetëm unë thjesht të dënohem, uria, një dënim, Zoti po na dënon? Absolutisht. Nuk ka është dënim. Sepse njeriu në formimin e tij nuk e ka vetëm trupin, po ka dhe shpirtin, ka dhe mendjen. Tash, nëse trupi ushqehet me ushqimet e cilat ne i dimë dhe i hapim dhe i pim çdo ditë, edhe shpirti ka nevojë për ushqimin e vet. E cili është ushqimi i shpirtit? Ushqimi i shpirtit është pikërisht adhurimi i Zotit dhe stagnimi apo abstenimi nga interesi dhe nevojat e ushqimit të trupit. Sepse duhet të kemi një balans mes nevojave shpirtërore, nevojave fizike dhe nevojave intelektuale. Këto 3 elemente janë elementet kryesore nga cilat formohet dhe komponentet kryesore nga cilat formohet qenia e njeriu. Dhe përderisa njeriu ka shpirtin, ka trupin dhe ka mendjen, duhet secili prej këtyre 3-ve të jepet ushqimi i vet dhe më anë të kësaj të ruhet balansi mes këtyre 3 elementeve dhe tamam formohet njeriu i cili jep kontribut fuqishëm në jetën e tij të kësaj bote. Nëse ne vetëm hamë, pim, dhe botës shpirtërore e injorojmë tërësisht dhe nuk ja japim ushqimin e duhur, atëherë do të krijohet një disbalans dhe të jepet hapësirë më shumë anës fizike sa asaj anës shpirtërore. Dhe këtu do të lindin problemet. Dhe binduri se pikërisht këtu i kemi na problemet si njerëz përgjithësi, se ne e dimë tash filozofia e materializmit që ka dominuar në botë, pe jep efektin e vet. Dhe është i përgatitur njerëzit vetëm për të hangur dhe për të pi. Ndoshta pak në aspektin intelektual, mirë për aspektin shpirtëror janë të vdekur krejt. Andaj Islami të kundërtën e thotë, jo, shpirti është esenciala, sepse në momentin kur vdes njeriu dhe ndal shpirti, trupi çka i metë të vlerë. Absolutisht, sa më shpejt duhet largohet dhe të kthehet nga esenca e cila është krijuar. Dhe pikërisht për këtë, shpirti, kur njeriu me shpirt, me dinjitet është ngritur, është i lidhur me Zotin, është i fuqishëm, atëherë trupin e ka të shëndosh. Ai njeri i cili është i kënaqur shpirtnisht, nuk njeh dhembjen e smundjes shumë. As nuk e njeh dhembjen e varfërisë, sepse është i lidhur me Zotin. Dhe ai e di se kjo është një pjesë e sprovës në jetën e tij të kësaj bote. Andaj, agjërimi është një shkollë, një akademi që neve duhet të mëson durimin, neve duhet të mëson shkollimin, neve duhet të mëson mësimin, ne mëson leximin, nga se pikërisht Ramazan ka filluar shpallja e Kuranit famullar. Dhe pikërisht në Ramazan edhe datën e 4 ka filluar shpallja duke thonë Iqra lezo. Dhe ne duhet këtë Ramazan ta shfrytëzojmë për ngritjen tonë intelektuale, për ngritjen tonë shpirtërore dhe ngritjen tonë morale. Shtohet dashuria mes njerëzve, shtohet dashuria mes anëtarëve të familjes. Na vetë pe shohim se çfarë rrethonin me duke jetu jashtë Ramazanit, asnjë me një nuk takohemi për të hëngur darkë ose drek. Dhe tash vjen Ramazani të gjithë bashkë. Dhe të gjithë presmi, para mendo ai aspekti i rregullit, çka nuk kupton. Të gjithë presmi në momentin edhe sekondin kur vjen. Përderisa deri po supozojmë ora 6 është iftari. Përderisa ora 6 e ketë ndaluar për të hëngur. Në orën 6 me Allahu Akbar urdhnotash ha. Çaj Zot i cili ta ka ndaluar hajën deri në këtë sekond, tash njëti Zot po qep leje thotë urdhëse ka ardhur momenti për të hëngur dhe për pi. Dhe kjo njeriu e vën me një sistem i kompletuar, disiplinë e kompletuar, sistemi i cili ka për qëllim ta ngritë shpirtërisht, sistemi i cili ka për qëllim ta ngritë moralisht, ta ngritë intelektualisht, ta përgatit fizikisht dhe ta bën njeriu i cili do të jap kontributin e tij në jetën që është duke jetuar. Shihni, aspekti moral në agjërim është shumë i rëndësishëm. Muhamedi alayhis salam në një hadith shumë të fuqishëm thotë: "Men lam yada qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk e le thashë thënë. Kush nuk e le bartën e fjalëve, kush nuk le përçtim fitnat mes njerëzve. Domethënë ai vazhdon të flet edhe në Ramazan, me fjalë të këqija, thashë theme, gjëra të cilat nuk janë sakta. Thot, nuk ka Zoti nevojë për të që ai ta lën hajën dhe pijen. Absolutisht, ka, ma mirë mos tilo. Shejtonino. Domethënë ti e prish agjërimin tonë me fjalë dhe vepra të këqija. Pra, çka është qëllimi i agjërimit? Rritja e devotshmërisë. Çka është devotshmëria? Menjërimi i gjitha veseve negative dhe antivlerave të cilat mund të deportojnë të njeriu. E çka është qëllimi i Ramazanit? Ngritja e vlerave, ngritja e moralit, ngritja e vetive pozitive tek jeta e njeriu. Kur njeriu e ngrit durimin, kur njeriu e ngrit shpirtërisht, e shton bamirësinë, e shton humanitetin, shton çdo gjë që është e mirë, gjitha këto elemente faktikisht i japin pesh agjërimit. Andaj agjërimi mbi gjitha është sistem. Agjërimi mbi gjitha është disiplinë,
si firë qasht, mëngjes, vjen koha e iftarit, çdo gjë është mendin e vet, shtohet frekuentimi i xhamive, shtohen ligjëratat, shtohet leximi i Kuranit, shtohet humaniteti, shtohet sadakat, shtohet bujaria, shtohet vizitat ndërfamiljare, shtohen shumë elemente të cilat ato e mbajnë shoqërinë, ato e mbajnë. Dhe kjo përsëritet në vit një muaj, që ka për qëllim që shire njerëzit mund një mëtë muaj ka dalë, duke largu, e vjen Ramazani prap i kthen. Dhe kështu prap vjen Ramazani prap i kthen. Më thonë për të mbajtur shoqërinë, sepse shoqëria një aspekt po them është duke shkuar një devijim të ndikuar nga filozofia materialiste, e cila njeriu e sheh vetëm si trup, për të ngopur as më pak as më shumë, dhe ana shpirtërore tërësisht është e injoruar nga ai. Andaj Ramazani ka për qëllim që ti ngrit këto vlera, ti ngjallon këto vlera dhe faktikisht ta bën njeriu të përgatitur tamam sikur çka duhet për të kryer misionin e tij në jetën e kësaj bote. Ju falenderit i nderuar profesor, si do të dukej një ditë ideale e besimtarit gjatë muajit Ramazan? Kjo neve çka më shumë ti na tangon. Kjo çka po na duhet më shumë se ne po shohim edhe në përditshmëri shumë njerëz po agjerojnë, po vend se qenë të lumtur me agjerimin që janë duke bën, ata disa po prishën vtir, po nervozohen me vetveten, sidomos të dohanxhitët që të pinë pak cigaren më shumë ti, mandej këtë vrrullin e nervozizmit të zbrazin të familjet e tjera, të gratë e tjera, të antarët e familjes, thua se këtë bota e ka zënë udhën, thua se këtë bota i ka faj, dhe në një mënyrë disi Ramazani për ata nuk është çlirim, pa është robnim, dhe thjesht kalon një traditë e cila në fund mund të përfundon pa fije sevapi. Unë një gjatë tillë thjesht s'kisha për të pranuar as për veten, por për asnjë prej besimtarëve, sepse qëllimi i Ramazanit e cakon pak më parë se çka është. Po si do të duket një ditë ideale, në pika shumë të shkurtra pa hapsi, në pikë pari zgjuarja jon në sefir. Pse pikërisht sefir? Pse Zoti s'e ka lënë dikun ka mëngjesi, ka ora 7-8 me hëngër mëngjes, dhe të dakshëm, mos e ke problem, mundesh me agjëru. Po mu qun sefir. Po se momenti i sefirit është një moment i veçantë në jetën e besimtarit, sidomos Ramazan, ku sipas haditheve të vërteta ceket thotë se Allahu zbret me mëshirën e tij në qiellin e dunjas dhe thotë a ka dikush që kërkon falje për mua e unë që fali, a ka dikush që li për me diçka unë t'ja jap atina. E pa shkak do më shumë se Zoti po thotë lip urno. A kjo kohë është pikërisht koha e sefirit. Sigur me një fjalë Zoti po do të thonë o insan, o njeri, o robi jam, i cili ke humbur udhën tonë. Ktheu thotë çu këtë kohë pa kërko prej meje se unë po du më dhon diçka, po du më të ofruti e diçka. Dhe thjesht me një fjalë le pak gjumin, le pak rahatlëkën e dunjas, që pak përkushtojë Zotit tanë, sepse jeta po hec, vitet po hecin, këtë Ramazan e kemë rrinë, do ta mrish Ramazanin e ardhshëm. Andaj Ramazani është një pasuri shumë e madhe, sikur din ta shfrytëzojnë njerëzit atanë. Pra sefiri është shumë rëndësi. Pas sefirit, kur në kurës ju them të gjithë, mos gallbani me shku me ramë me fletë me lënë bazën e sabajt për e falë. Se namazi sabajt është farz. Mundësish me falë në xhami është më mirë. Postulla mundësia në xhami për të një arsye s'pak në shtëpi duhet me falë. Ama talish namazin e sabajt për e falë, ta di se kjo është një mëkat tepër i madh. Çosh e fal sabajin, tash sipas mundësive njerëzit këtu nuk janë këtë, dikush shkon në punë, dikush përgatitet, dikush punë pushon, dikush varësish. Por ajo çka është më rëndësishme ta kupton se nga momenti i sefirit ti je në ibadet, nuk guxon me rrejt, nuk guxon me ushar, nuk guxon me ofendu, nuk guxon me shpiv, nuk guxon me përgoju, nuk guxon me bë punë këshia çka ta prishin dhe ta ndotin të agjerimin. Vazhdon agjerimi jon, vën koha drekës, mundësish prap gjitha namazet ti bësh në xhami dhe të jesh përcjellës i rregullt i ligjëratave që mbahen, i leximit të Kuranit. Ne dim se kemi traditë në xhamitë tona që lexojmë mukabele. Shko ulën në xhami, mos gabon me fol duke u lexuar Kuranin. As mos gabon me fol duke u mbajtur ligjërata. Që është tepër i kujdesshëm, përcjellë ligjëratën, përcjellë Kuranin, sepse çdo qëndrim i joti në xhami është ibadet ekstra për ti krahas ibadetit që ka agjerimin. Pra dy ibadete brenda një momenti. Dhe kjo është një pasuri tepër e madhe. Pra vjen dreka, vjen iqinia, vjen koha e iftarit. Në kohën e iftarit që është tepër i kujdesshëm. Mos bën çrregullim familje. Pajto me atë që ke, nësot po kemi më hangër me pisa dush. Ta di se edhe momenti i pritjes së iftarit është ibadet. Ti ke një moment ku duhesh drejtohesh me luçe, e ke gjitha ushqimet para vetit, kthau pak te Zoti me tobe istikfar. Lutu për veten, lutu për familjen tënde, lutu për fëmijët tu, lutu për gjithë besimtarët, për gjithë njerëzit lutu, dhe lutu që Allahu të na ruaj nga çdo e keqe dhe të na udhëzon
në rrugën e drejtë dhe falenderoj Zotin për të mirë që i ke para vete. Sepse vëllezër të nderuar, ne po agjerojmë, po është vërtet, po në kohën e iftarit s'po kemi vend ku mi lënë llojet e ushqimeve që i kemi. E dini se në çdo 6 sekonda një person vdes për të hangur dhe për të pirë në botë. Çdo 6 sekonda vdes një person për të hangur dhe për të pirë. Ne kemi për të hangur dhe për të pirë. Dhe ne iftarit domethënë s'kemi gjërat ku mi lënë nga numri i madh që i kemi para vete. Andaj falenderoj Zotin për këtë. U kri iftari, mundësisht për them të gjithë, mos e teproni me iftar. Se nuk është qëllimi i iftarit me hangur, domethënë me kompenzu atë çka s'ke hangur gjatë ditës, tash me hangur një herë më shumë. Po ha sa faktikisht atë i kalojsh atë urien që e ke. Dhe thjesht qesh pak më i rahatshëm për namazin e taravis. Tash vjen obligimi që domethënë pas falës namazit akşamit, më një herë vjen namazi i taravis, namazi i yatsis me taravin. Tash mos gabo mu mbështet të shtëpia në televizor për sjell aty futboll apo serial apo kujt diçka, taravia fare në xhamit nuk shkon taravi. Çfarë këra? Taravia është sunet i fortë. Çka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë një nafile në Ramazan e ka vlerën e sa një farz jashtë Ramazanit. A një farz Ramazan e ka vlerën e 70 farzave jashtë Ramazanit. Që do të thotë se ti duhet ta shfrytëzosh këtë mundësi të madhe, reale mundësi e arti për të ofruar tek Allahu xhaleshanu. Shkon taravi, jo vetëm me këshir me fal deri çat 4 dhe me hik çka. Fali mundësisht krejt, për jashtim nëse ke një obligim detyrueshëm atëherë s'ka çka bën. Por fali mundësisht krejt ata dal ngadal si ka hije. Krin taravin, ktheu të shtëpia, pusho pak, dil me dashabir, e pi një kafe, bani një pushim, as më pak as më shumë kthehesh të shtëpia, vazhdon prap natën, mundësisht ta shfrytëzosh gjithë këtë kohë. Që kjo është ajo dita ideale, i lidhur me Zotin, pa i harru punë të shtëpisë. Ne dimë se kemi njerëz që punojnë punë të rënda dhe punë fizike. Ju them edhe gjithëve atyre, të cilët punojnë punë të rënda dhe punë fizike, dhe agjerojnë. Agjerimi i tyre dhe shpërbimi i tyre është shumë më i madh se agjerimi i atyre të cilët nuk kanë punë fizike. Pra sipas mundit është edhe shpërbimi. Mos të harrojmë se Allahu në hadith kutsi thotë as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Thotë agjerimi bëhet për mua, unë disa shpërbej për ata. Një prej disa çështjeve, pak të 3 çështje janë në Islam, për cilët Allahu nuk ka caktuar kufi, është edhe agjerimi. Kufi shpërbimi, është edhe agjerimi. Andaj ne nëse vojmë këtë me përkushtim të plot ndaj Allahu xhaleshanuhu dhe thjesht ja përkushtojmë këtë agjerim Zotit me qëllim që ne të edukohemi dhe të formohemi në familjet tona dhe si individ dhe si shoqëri, atëherë do ta meritojmë shpërblimin e madh nesër te Allahu xhaleshanuhu. Dhe pe përfundoj edhe me këtë, me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili thotë me ditë njerëzit se çka ka në Ramazan, do të luteshin tan vitit tjetër Ramazan. Ka vështirësi, po shpërblimi është aq i madh sa që njerëzit do të harrojnë këtë lodhe që përjetojnë në Ramazan për shpërblimet e mëdha të cilat Allahu ka përgatitur nesër në botën e ahiret. Allahu na i mundsoft të gjithëve që të arrijmë në mënyrën më të mirë të shfrytëzojmë këtë ditë të bekuara dhe të numëruara. Amin. I nderuar profesor, ne ju falenderojmë që ishit pjesë e këtij emisioni, duke lutur Allahu xhaleshanu të jep shëndet, jetë të gjatë, forcë dhe suksese në veprimtarinë e juaj. Kuptohet inshallah do t'ju kemi edhe më tutje në TVI në emisione tjera të ndryshme. Faleminderit për juve që na ftuat të jemi pjesë e këtij emisioni. Ju dëshirojmë suksese në TVI dhe inshallah këto emisione do të japin efektin e vet pozitiv tek xhamatat tona. Inshallah. Ju falenderit. Atëherë të nderuar shikues, ne jemi në fund të këtij emisioni, ne ju falenderojmë për vëmendjen, lutim Allahun xhaleshanu që të gjitha ibadetet dhe adhurimet tona të cilat i bëjmë gjatë këtyre ditëve dhe netëve të bekuara të na i bëj kabul, të na i pranoj dhe takohemi sërish në emisionin tjetër të radhës. Deri atëherë qofshin në mbrojtjen e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.